ID Star. Përshëndetje të gjithëve. Ngjarja që do t'ju tregoj më ka ndodhur në një pasdite në një nga ordinancat në Prishtinë, me një nga doktorët më të mirë dhe më bukuroshet që ka Prishtina. Ka pothuajse 7 vite që unë rregullisht i bëja kontrollet tek një njëjtik doktor. Kjo periudhë jo dha aq e shkurtër. Ishte për shkak të mirësjelljes së tij fenomenale të mjekut, që ndikoi që dhe respekti im ndaj tij të ishte edhe më i madh me kalimin e kohës, çdo ditë e më shumë, sepse respekti që ai kishte ndaj meje vetëm sa reflektoi në forma e metoda të ndryshme që bënte ai, gjithmonë e gjithherë ashtu siç edhe do t'ju tregoj, që më bëri që ta kryej të punën me të. Nuk kishte kontroll që unë shkoja tek ai të bëja, e të mos më vinin emocione të papërshkrueshme, sepse e imagjinoja veten, ato të vazhdoj t'i dukem, edhe më të i thoja doktorit që të isha e para, pasi ai ma shprehte vazhdimisht interesin që kishte për ta kryer të punën me mua. Por me kalimin e kohës, nga që unë nuk pranoja, sepse isha martuar, nuk kisha dëshirë që vendin të mazinte ndonjë femër tjetër. Mirë po, vazhdimësia e vizitave dhe niveli ku ne vazhdonim të flisnim shumë me njëri tjetrin e bënte që ne të na vinin emocione aq të mëdha, saqë do arrinim edhe në atë pikë ku asnjëri nga ne nuk e kishte menduar. Kështu, ditët edhe vitet kalonin dhe gjithçka dal nga dal po merrte formë të jashtëzakonshme. Kur shkoja tashmë në vizita tek mjeku, nuk më shkoi do si do. Kjo edhe pse jam e bashme, por edhe këtë nuk është se a them se më pëlqen vetja, por është reale, ma thonë edhe shumë njerëz të tjerë, e mbi të gjitha mundohem ta mbaj shumë vetëm. Dhe kjo jo vetëm me dëshirën time, por edhe pse gjithmonë kam insistimin e burrit tim. Ai më thot se nuk duhet të dal asnjëherë e parregulluar, pasi edhe pse jam e pashme, duaj që ta mbaj veten, sipas nevojës, po të ketë nevojë të shkoj edhe te frizerja për të rregulluar, pse jo? Por unë rregullohesha në shtëpi kur shkoja te ky mjeku dhe burri im ishte dakord me propozimin e burrit tim dhe jo me kundërshtimin e tij, por me aprovim. Fillova edhe ta pastroja veglën time, jo më si dikur të gjithën, por tashmë e leja një pjesë të paprekur aty mbi veglën time, bëja forma të ndryshme. Pra, e leja një tufës aty mbi veglën time dhe kjo emociononte edhe burrin tim. Mirë po, mora vesh se kjo filloi të pëlqente jashtëzakonisht shumë burrit tim, dhe kjo natyrisht që më emociononte dhe më bënte krenare edhe mua, sepse vëreja që ai kënaqej jashtëzakonisht shumë. Por kontrollimi i parë që pata tek mjeku im tani më i rregull, me atë veglën e time aq mirë të pastruar, por edhe me atë tufën e zezë që kisha lënë mbi veglën time, e verita se bëri efekt akoma edhe më të madh dhe më të fuqishëm tek mjeku im. Ati ju rrit interesimi edhe më tepër që të ma krynte atë punën me çdo kusht. Sa po e pa veglën time ashtu, filloi t'i qeshte fytyra. Kur më pa në atë gjendje, ai bëri një lëvizje në mënyrë kinse të pakontrolluar dhe ma preku pak veglën time, mirë po, duke u kujdesur që të mos e shihte asistenti i tij. Atë prekje të veglës sime, natyrisht se vërejta, dhe përjetova me shumë emocion, por edhe e pash se vegla e mjekut kishte filluar të forcohej. Aq sa me vete thash në një moment, vallë, a mund ta ketë veglën kaq të madhe ai? Një ditë kur isha tek vizita e radhës, kur asistenti i tij doli jashtë, ai më dha numrin e tij të telefonit dhe më tha se mund të therasësh në çdo kohë. E shënova dhe tashmë, kur kisha nevojë të caktoja do një termin për kontrolle, natyrisht se fillova të kontaktoja drejt për drejt mjekun. Ky lloj komunikimi filloi edhe më shumë të arriste atë interesin, mund të them, për ta kryer të punën së bashku, një ide që deri atëherë po rrinte si e përgjumur. Kur kthehesha në shtëpi, burri t'ju them të drejtën, më ka besuar dhe më beson shumë edhe sot. Mirë po, unë fatkeqësisht nuk është se i besoj ndonjë gjë, për mos të thënë fare, sepse me duket sikur ai nuk është i përcaktuar vetëm për mua. Këtë ja kam thënë
dhe kam përsëritur disa herë. Asnjëherë nuk më pyeste si kalove tek mjeku, atë trajtuar me korrektësi e pyetjet e tilla, por interesonte gjendja ime shëndetësore dhe kur unë njoftoja se jam mirë dhe nuk kam probleme, atëherë ai ndonjëherë edhe më thoshte, se ta kanë vënë syrin, apo jo, sepse doktorët gjatë gjithë kohës më shikonin. Ndonjëherë ja tregoja edhe ndonjë detaj, edhe ai në ato momente s'mund të dëronte. Nejse, kur shkova për vizitë, si zakonisht herën tjetër, do të më ndodhte një e papritur që kurrë nuk e prisja, edhe pse e dija që mund të ndodhte, pasi e shija interesimin që kishte mjeku për ta kryer të punën me mua. Mirë po, jo, deri në atë pikë. Kishim diskutuar në telefon dhe kishim lënë për të takuar orën e duhur. Shkova si çdo herë e përgatitur dhe mirë e pastruar tek vigla ime. Mirë po, për habi, kur shkova të ditë në klinikën e mjekut, pash se asistenti ati nuk ishte fare aty. Menjëherë më lindi një dyshim që kjo gjë nuk ishte thjesht rastësore, por vazhdova dhe më tej. Ai, duke posjeshur, më tha nëse një gjë e tillë e kisha problem, që asistenti ati nuk ishte atë ditë, por edhe unë, duke posjeshur, i thash se nuk ishte asnjë far problemi. Dhe kështu, ai vazhdoi vizitën e tij, por këtë herë pak më ndryshe. Derisa në një moment shikonte veglën time dhe po më trajtonte për problemet e mia që kisha, papritur, pash se kishte filluar ta prekte veglën time, s'mund të dëronte më tepër. Edhe pse në një moment u mundova t'ja largoja dorën e tij nga aty, kur e pash se ai kishte vendosur për të më kryer të punën me çdo kusht, edhe unë, t'ju them të drejtën, atë ditë ndihesha pak se emocionuar. Këtë herë nuk e largova dorën e tij fare nga vegla ime, por e lash të bënte çfarë të donte. U lërova komplet. Mirë po, nuk ndodhi siç e prisja. Edhe pse ne përfunduam duke e kryer të punën së bashku, atë ditë, ajo që më ndodhi më pas ishte edhe më e papritur, dhe këtë që e kuptova shumë më vonë. Nëse dëshironi që kjo histori të vazhdojë edhe më shumë, bëjeni like,